Shtetet e Bashkuara kanë dërguar një mesazh të qartë kryeministrit Edi Rama pas deklaratave të tij që lavdëronin Kinën gjatë prezantimit të një parku eolik në Tropoj më 12 janar. Në pranitë të ngarkuarës me punë të SBA-s në Tiranë, Nancy Van Horn, Rama përshkroi Shqipërinë si pikën e mjaltit për investimet kineze, duke promovuar Kinën si fuqi tregtare. Ky qendrim u konsiderua si sfidë ndaj SBA-s dhe Van Horn i bëri të qartë se siguria ekonomike lidhet me sigurinë kombëtare. Ajo ktheu rëndësinë e teknologjisë dhe infrastrukturës kritike për qëndrueshmërinë dhe sovranitetin e vendit, duke paralajmëruar se Kina nuk duhet të ketë vend në Shqipëri. Siç ka thënë dhe presidenti Trump, siguria ekonomike është siguri kombëtare. Ky parim është veçanërisht i rëndësishëm në sigurinë publike dhe infrastrukturën kritike, ku teknologjia që zgjedhin vendet ndikon drejt për drejt në qëndrueshmërinë, sovranitetin dhe sigurinë e qytetarëve. Mesazhi i SBA vjen pas pezullimit të vizave dhe tregon shqetësimin amerikan për përfshirjen kineze në projekte strategjike. Rama është paralajmëruar që promovimi publik i Kinës mund të ketë pasoja me partnerin kryesor strategjik të Shqipërisë. Ambasadori i Holandës në Shqipëri Reinout Vos zhvilloi sot një vizitë në zyrën e drejtuesit të ri të SPAK, Klodian Braho. Qëllimi i vizitës ishte theksi tek arritjet e deritanishme të institucionit në forcën e sundimit të ligjit në Shqipëri dhe vazhdimi në të njëjtën frymë. Në një reagim zyrtar, ambasada e Holandës thotë se mbështetja për SPAK vjen të jetë fortë përmes projekteve matra dhe bashkëpunimit dypalësh. Ambasadori Vos riafirmon angazhimin e Holandës për të ndihmuar në përmirësimin e funksionimit të drejtësisë, duke theksuar rëndësinë e institucioneve të pavarura dhe të fuqishme në vend. Takimi theksoi rëndësinë e vazhdimit të bashkëpunimit ndërkombëtar për të siguruar transparencë dhe efikasitet në hetimet e SPAK, si edhe rolin kyç të drejtuesit të ri në udhëheqjen e institucionit. Byroja Kombëtare e Hetimit ka hapur procedurën e konkurrimit për pozicionin e zëvendës drejtorit, pas emërimit të Joni Ketës si drejtor. Të drejtën për të aplikuar e kanë vetëm hetuesit aktual të BKH-s, me eksperiencë në hetimin e korrupsionit, krimit të organizuar ose krimeve të rënda. Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentacionin e plot duke përfshirë kërkesën për aplikim, platformën mbi rolin dhe funksionin e zëvendës drejtorit, jetëshkrimin, vlerësimin e fundit nga eprori, certifikat për gjuhën angleze dhe dokument për kualifikime profesionale. Dokumentet dorëzohen fizikisht deri më datën 22 janar në drejtorinë e burimeve njerëzore të BKH-s. Përzgjedhja bëhet nga drejtori i BKH dhe drejtuesi i SPAK, duke u bazuar në verifikimin e kritereve, performancës, integritetit dhe aftësive drejtuese, ndërsa kandidatët e përzgjedhur njoftohen zyrtarisht. Gjykata kushtetuese ka zbardhur vendimin e saj lidhur me praktikën e SPAK për sekuestrimin e telefonave celular. Në arsyetimin e trupës gjykuese u theksua se cënohet liria dhe fshehtësia e korrespondencës, si edhe të dhënat personale, në rast kur prokuroria kryen këshyrje pa kufizime. Vendimi i kushtetueses, që mbulon rreth 60 faqe, urdhëron SPAK të bëjë asgjësimin e kopjeve të dhënave që nuk lidhen me hetimin penal, ndërkohë që lejon të vazhdojë mbajtja nën sekuestro e informacionit që lidhet me objektin e hetimit, gjithmonë nën kontrollin gjyqësor. Gjithashtu gjykata kërkon zbatimin e garancive procedurale për vijimin e sekuestros së celularit dhe ngarkon SPAK që të ekzekutojë vendimet brenda 3 muajve nga hyrja në fuqi të tij, duke respektuar të gjitha të drejtat e garantuara ligjore. Vendimi u mor unanimisht nga të gjithë anëtarët e kushtetueses dhe pritet që të ketë efekt më të gjerë në praktikën e SPAK për sekuestrimin dhe kontrollin e telefonave celular në çështje penale të ndryshme, duke siguruar një balancim mes hetimit dhe mbrojtjes së privatësisë së qytetarëve. Ministreja e Jashtme Elisa Spiropali reagoi ndaj vendimit të SBA-s për pezullimin e përkohshëm të vizave imigratore, duke theksuar se ky vendim nuk targeton Shqipërinë dhe nuk ndalon udhëtimin e shqiptarëve drejt SBA-s. Ajo i cilësoi si trillime dhe spekulime politike pretendimet për bllokim apo listë të zezë. Spiropali sqaroi se vizitat turistike, studentore, familjare dhe të biznesit vijojnë normalisht, ndërsa pezullimi lidhet vetëm me vizat për qëllime emigrimi, si pjesë e një rishikimi më të gjerë të politikës amerikane që prek 75 vende, përfshirë disa të Ballkanit. Sipas saj, vendimi synon të parandalojë abuzimet me sistemin e emigracionit amerikan dhe nuk cënon marrëdhëniet mes dy vendeve. Ministra nënvizoi se Shqipëria mbetet aleate dhe partner strategjik i SBA-ve, me marrëdhënie të qëndrueshme dhe të pandryshuara. Një përplasje mes kryeministrit Edi Rama dhe gazetarit grek John Defterios në Emiratat e Bashkuara ka shkaktuar reagim të ashpër në mediat greke. Konflikti nisi kur gazetari e quajti Ramën Edi Rami dhe Rama ju përgjigj me tallje duke i thënë: "Ti je grek, prandaj ma ndryshove emrin." Gjatë intervistës Rama vazhdoi me shaka dhe thumba ndaj gazetarit, duke komentuar mbi mënyrën si grekët, sipas tij, nënvlerësojnë njerëzit dhe pretendojnë monopol mbi filozofinë e trashëguar nga Aristoteli dhe Platoni. Fjalia e fundit kur Rama sfidoi këtë perceptim, nxiti reagimin e
madh në mediat greke dhe opinionin publik, ku ai u akuzua për ofendime ndaj Greqisë dhe grekëve. Reagime të ashpra pati edhe ndaj mediave shqiptare, të cilat sipas mediave greke promovojnë propaganda që përçojnë ide ekstreme mbi historinë dhe gjuhën, duke krijuar debat dhe tension mes dy vendeve. Kreu i PD-s Sali Berisha mblodhi sot grupin parlamentar ku kritikoi ashpër qeverinë për situatën e rëndë të krijuar nga përmbytjet dhe zjarret në vend. Ai tha se viti i ri ka nisur me pritshmëri të larta nga qytetarët dhe partnerët ndërkombëtar për zgjidhjen e krizës politike dhe institucionale. Berisha akuzoi qeverinë për papërgjeshmëri dhe korrupsion, duke theksuar se përmbytjet të papara goditën zona nga Gjirokastra në Shkodër, veçanërisht Durrësin, ndërsa drejtuesit shtetëror vijojnë udhëtimet dhe festat. Sipas tij, mungesa e infrastrukturës dhe menaxhimit të emergjencave tregoi dështimin e qeverisë, duke cilësuar situatën si pasojë direkte e korrupsionit dhe neglizhencës shtetërore. Për të 1 milion të herë mes dështimeve, arnimeve e fasadës, kryeministri Edi Rama njoftoi sot se do të ketë një rishikim të ligjit për arsimin e lartë, i cili do të hartohet nga një grup ekspertësh dhe do të kalojë në kuvend brenda sesionit parlamentar aktual, pa pritur sesionin e ardhshëm. Rama theksoi se sfidat kryesore për universitetin lidhen me ndërkombëtarizimin e arsimit dhe racionalizimin e burimeve dhe potencialeve. Ai bëri me dije se po punohet në 2 kampuse të mëdha studentore, në Tiranë dhe në Durrës, dhe e cilësoi universitetin si aleatin më të rëndësishëm për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Rama u ndal edhe tek çështjet e akreditimeve, duke theksuar nevojën për rritjen e kapaciteteve institucionale për përshpejtimin e procesit. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro njoftoi se janë miratuar grantet për institucionet e arsimit të lartë publik, duke kërkuar një raport më transparent mbi menaxhimin e fondeve. Sipas saj bëhet fjalë për një mbështetje prej 11.2 miliard lekësh, që përfshin fondin institucional dhe fondin për mbështetjen studentore, duke mbështetur rreth 5800 persona akademik dhe administrativ në 14 universitete publike, si edhe mbi 12 student ekselent ose me nevoja sociale. Kumbaro gjithashtu nënvizoi rëndësinë e kërkimit shkencor, duke bërë me dije se përmes Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor, qeveria vën në dispozicion 7 milion euro për kërkime shkencore dhe infrastrukturë shkencore, duke synuar forcimin e kapaciteteve të universiteteve në këtë fushë. Deputetja e PD-s Jorida Tabaku reagoi pas sherrëve të kryeministrit Edi Rama ndaj gazetarëve. Tabaku e konsideroi këtë sjellje si sulm ndaj lirisë së medias dhe arratisjes nga llogaridhënia, duke theksuar se degradimi i medias në Shqipëri është sistematik. Ajo bëri thirrje për mbrojtjen ligjore të gazetarëve në kodin penal, duke nënvizuar se pyetjet e medias janë zëri i publikut dhe se sulmet ndaj tyre janë përpjekje për të mbyllur të vërtetën. Tabaku theksoi se demokracia nuk dobësohet nga pyetjet e vështira, por nga heshtja e imponuar nga pushteti, dhe se kultura politike duhet të pranoj debat dhe mendim ndryshe. Prej 3 ditësh, në spitalin onkologjik nuk kryhet radioterapia për pacientët me kancer, pasi 2 akseleratorët e vetëm janë jashtë funksionit. Sipas gazetarit Osman Stafa, njëri ka probleme me derën e bunkerëve, ndërsa tjetri me funksionalitetin teknik. Rreth 100 pacientë në ditë mbeten pa trajtim jetik, që kërkon protokolli mjekësor. Pacientët tregojnë se po përballen me një situatë dramatike, pasi ndërprerja e rrezeve rrezikon seriozisht efektin e kurimit. Ata shprehen të dëshpëruar, duke bërë thirrje për ndërhyrje urgjente të qeverisë, ndërsa shumë prej tyre udhëtojnë nga rrethet të largëta, vetëm për të kthyer pa marrë trajtimin. Situata ka ngritur shqetësim të madh për shëndetin dhe jetën e pacientëve onkologjik. Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar pranë gjykatës së posaçme kërkesën për gjykimin e Arnold Rokaj, Zambak Gjoni dhe Agim Ismaili, ish kreu i burgjeve. Rokaj dhe Gjoni, të arrestuar në burg, akuzohen për hyrje të paautorizuar kompjuterike, përgjim të paligjshëm të dhënave dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Ismaili në gjendje të lirë akuzohet për përgjim të paligjshëm dhe shpërndarje të dhënave të marra nga Rokaj dhe Gjoni. Sipas PAK, Rokaj aksesoi materiale hetimore të prokurorisë, të cilat u shpërndan më pas nga Gjoni dhe Ismaili tek persona të tretë. Arrestimi i Rokajt dhe Gjonit u bë brenda 24 orësh, duke parandaluar shpërndarjen e mëtejshme. Hetimet treguan gjithashtu se Ismaili kërkoi vetë të thellonte përgjimin e paligjshëm të sistemeve të SPAK. Pas arratisjes së Altin Docit nga Spitali i Durrësit, 33 të burgosur me rrezikshmëri të lartë përfshirë Lulzim Berishën dhe Astrit Afdylin u transferua në burgjet e sigurisë së lartë në Fier dhe Peqin. Transferimi nuk përfshin zyrtar apo persona të arrestuar për korrupsion. Doci i shoqëruar për vizitë mjekësore u arratis duke goditur policët dhe u largua me një makinë tip Audi A7.
me targa të vjedhura. Policia dyshon se ai fshihet në Tiranë dhe ka kryer kontrolle në disa zona të kryeqytetit dhe pikat kufitare janë vënë në alert. Hetimet vazhdojnë për të identifikuar personat që ndihmuan arratisjen për të rikuperuar të arratisurin, ndërsa seanca e dosjes Plumbi Art u shty për më datën 20 janar për mungesë të tij. Një gjykat në Athinë ka pezulluar dënimet me burg për 7 persona nga veriu i Greqisë të përfshirë në një rast korrupsioni lidhur me subvencionet bujqësore të BE-s. Të dyshuarit përdorën procedurën e marrëveshjes për pranimin e fajit, duke kthyer 165.000 euro nga shuma për të cilën akuzoheshin. Ata përballeshin me akuza si mashtrim me fondet e BE-s, falsifikim dokumentesh, pastrim parash dhe deklarime të rreme, por gjykata vendosi pezullimin e dënimeve nga 2 vjet e 3 muaj deri në 3 vjet. U sekuestruan 20.000 euro nga llogaria e njërit prej tyre, ndërsa llogaritë e 2 të tjerëve u zhbllokuan. Çështja përfshin gjithsej 32 të pandehur, të cilët akuzohen për përfitime të paligjshme mbi 250.000 euro gjatë viteve 2016-2018. Seanca e radhës për 25 të mbeturit është caktuar më 5 shkurt. Hetimi është kryer nga zyra europiane e prokurorit publik dhe lidhet me skandalin OPE-KEPE. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis dhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan pritet të zhvillojnë një takim gjatë muajit shkurt. Sipas ministrit të jashtëm turk Hakan Fidan, qëllimi i takimit është zgjidhja përfundimtare e çështjeve të Egjeut, përfshir ujërat territoriale dhe shelfin kontinental, në kuadër të rifillimit të dialogut politik dhe agjendës pozitive. Javën e ardhshme në Athinë do të zhvillohen takime të nivelit të zëvendës ministrave të jashtëm. Më 20 janar raundi i 5 i dialogut politik dhe më 21 janar raundi i 9 i agjendës pozitive. Qëllimi i këtyre procedurave diplomatike është të stabilizohen marrëdhëniet dypalëshe dhe të krijohet një klim dialogu mbi çështjet strategjike të pazgjidhura mes Athinës dhe Ankaras. Ministri i jashtëm danez Lars Løkke Rasmussen përshkroi takimin me zyrtarët e lartë amerikan mbi Groenlandën si të sinqertë dhe konstruktiv, duke theksuar se Danimarka ka një qëndrim të ndryshëm nga SBA-ja mbi sigurinë dhe vetëvendosjen e Groenlandës. Ministrja e jashtme e Groenlandës, Vivian Motzfeldt, shtoi se integriteti territorial dhe e drejta për vetëvendosje janë të papranueshme për të cënuar dhe se bashkëpunimi nuk do të thotë të bëhen pronë e SBA-s. Një takim urgjent i Këshillit të Mbrojtjes u zhvillua në Pallatin Elize, ndërsa Franca dhe vende të tjera europiane po mobilizojnë trupa për stërvitje të përbashkët ushtarake në Groenland. Trump përsëriti rëndësinë strategjike të Groenlandës për SBA-n dhe paralajmëroi se vendi mund të veprojë kundër kërcënimeve nga Rusia ose Kina. Ambasadori amerikan Bill White tha se pritet një marrëveshje bashkëpunimi produktive SBA-Danimarke dobishme për NATO-n dhe Evropën. Presidenti amerikan Donald Trump thotë se Irani ka pezulluar ekzekutimet e protestuesve, por tensionet mbeten të larta. Gjatë javëve të fundit, protestat kundër qeverisë iraniane kanë shkaktuar 2435 viktima dhe mbi 18.000 arrestime, ndërsa numri real mund të jetë shumë më i lartë. Autoritetet kanë ndërprerë pothuajse të gjithë qasjen në internet, duke bërë të vështirë verifikimin e të dhënave. Trump paralajmëroi ndërhyrje amerikane, ndërsa disa baza dhe personale amerikan janë këshilluar të largohen për shkak të kërcënimeve të Teheranit. Irani ka mbyllur përkohësisht hapësirën e tij ajrore dhe fluturimet civile, ndërsa SBA po shqyrton opsione që përfshin sulme të kufizuara ushtarake, fushata kundër IRGC, bllokada ekonomike dhe sulme kibernetike, duke ruajtur mundësinë e veprimeve në rast eskalimi. FIFA dhe presidenti i saj Gianni Infantino janë optimist për kampionatin botëror 2026 që do të zhvillohet nga 11 qershori deri më 19 korrik në SBA, Kanada dhe Meksik. Deri tani janë regjistruar mbi 500 milion kërkesa për bileta, një rekord absolut në historinë e futbollit, që tregon interesin e jashtëzakonshëm të tifozëve nga e gjithë bota. Infantino e konfirmoi entuziazmin në rrjetet sociale, duke falenderuar tifozët për reagimin e madh. Shumica e kërkesave vijnë nga Gjermania, Anglia dhe Brazili. FIFA ka reaguar ndaj kritikave për çmimet e larta, duke njoftuar se një pjesë e biletave do të ofrohet me $60 përmes federatave kombëtare të futbollit. Ndeshja me interesin më të madh deri tani është ajo Kolumbi-Portugali, e planifikuar më 27 qershor në Miami. Aplikantët do të njoftohen për shpërndarjen e biletave më 5 shkurt pas shortit për ndeshjet më të kërkuara. Nga ana sportive, edhe Shqipëria mund të bëhet pjesë e fazës finale. Kuqezint do të luajnë më 26 mars në Varshavë kundër Polonisë në play-off dhe nëse kalojnë, do të përballen me fituesin e çiftit Ukrainë-Suedi, duke mbajtur shpresë për debutim historik në botrorin 2026. Interesi i jashtëzakonshëm dhe faza e fundit e aplikimeve e bëjnë këtë edicion të botrorit një nga më të ndjekurit dhe më emocionuesit në histori.